janë evidentuar parregullësitë cilat kanë shkaktuar të ardhurat të munguara në buxhetin e shtetit. Ndërkohë që Brukseli zyrtar ka vendosur si kusht thelbësor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, rritjen e transparencës dhe luftë të vendosur kundër korrupsionit në çështjen e pronave, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, gjatë 2 viteve të fundit që drejtohet nga Lorena Goxhobelli, është ndërruar në një institucion bunker. Kryetari i kontrollit lartë të shtetit, KLSH, Arben Sheu, gjatë një raportimi të zhvilluar këtë të hënë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, kërkoi ndërhyrjen urgjente të Kuvendit të Shqipërisë që të krijojë aksesin për të kryer kontroll pranë Agjencisë së Kadastrës. Ai deklaroi se KLSH nuk ka asnjë lloj aksesi me ASHK dhe nuk mund të shtrohet as pak për diskutim marrëdhëniet ndërinstitucionale. Duke rikujtuar se regjistrimi i pronave duhet të ketë transparencë të plotë dhe çdo qytetari duhet i vihet në dispozicion çdo informacioni detajuar, Sheu theksoi se nuk kemi arritur të marrim akses as minimal në të dhënat e këtij institucioni. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit kërkoi sërish ndërhyrjen e parlamentit për të sjellë situatën në shinat e normalitetit, pasi prej gati 2 vitesh Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka bllokuar çdo lloj komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionin më të lartë kushtetues të auditimit në Shqipëri. Problematika e pronës në Shqipëri ka një rëndësi thelbësore dhe KLSH-ja ka kryer të gjitha veprimet për procese audituese të plota, por është hasur në këtë lloj pengese për një kohë të gjatë. Do të ishte e vlefshme që të na mbështesni në realizimin e këtyre proceseve, ju drejtuar Arben Sheu deputetëve të gjitha kaheve politike në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Kreu i KLSH-s deklaroi në seancën dëgjimore se janë bërë disa kallëzime për çështjet që lidhen me Agjencinë e Kadastrës. E theksoi edhe një herë rëndësinë thelbësore që ka monitorimi i punës në drejtimin e regjistrimeve, duke filluar nga prona shtetërore, e cila nëse mbetet e paregjistruar është në një nivel risku shumë të lartë. Por edhe prona private të secilit nga qytetarët, konform detyrimeve ligjore, duhet të kenë procese të rregullta të regjistrimit dhe qytetarët të kenë akses dhe informacion se çfarë bëhet me pronat private, deklaroi kryekontrollori shtetëror Sheu. Së fundi, në rezolutën dhe raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, të njohur si raporti IBAR, çështja e pronave adresohet me kritika dhe kërkesa për ndërhyrje të menjëhershme. Dokumenti kërkon adresimin e abuzimeve në zonat bregdetare dhe ato me minoritete, duke theksuar nevojën për një kompensim të drejtë në rastet e shpronësimeve.